ky kryetari non grata i Partisë Demokratike sapo tha që është një gjuhë popullore për njerëzit e të na kuptojnë. E me që se na përmëndi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojturja vetë. Kontrolloni fjalorin. Po pra. Zoti Hoxha. Qytetar dhe qytetare, edhe njerëz siç theksova parë, gojë përdalurave nuk duhet të përgjigjesh kurrë. Jo, një minutë. Nuk i them turp se turprohet fjala turp me te. E kuptoni ju apo jo? Unë nuk i them turp asaj se fjala turp turprohet me te. Prandaj nuk do të turproj fjalën turp. Dhe këtu them ju, absolutisht, me përgjegjësi të plot, asnjë polic i lënduar dhe i plagosur në spitalin e urgjencës